Prandaj Allahu i madhëruar kur e ka dërguar këtë fe, e ka dërguar në atë mënyrë që të jetojnë të gjithë duke mbrojtur të drejtat e veta, por duke mbrojtur edhe të drejtat e tjerëve. Neve jemi të obliguar si të mbrojmë edhe tonat, por të mbrojmë edhe të tjerëve. Puna është dinjitet, puna është nder, dhe thot një dietar thot, puna juaj mund të jetë thot edhe pastrues. Por bëjini aq bukur atë punë, sa që kur të kalojnë njerëzit në rrugën ku ju pastroni, të ndalojnë dhe të thonë, këtu jeton ka pastruesi më i mirë në botë. Pra mund mos jeni inxhinier të gjithë, mund mos jeni punëdhënës të gjithë, mund mos jeni në detyra shumë të larta, por punëtori thjesht. Po, kur të kalojnë tjetër aty të shohin dhe thonë, këtu punon ka punëtori më i mirë. Pse? Që ka e pastër, që ka shëgjën në vend, sepse për atë jemi përzgjedhjes. Prandaj Allahu i madhëruar na bëft të vetëdijshëm në çdo aspekt të jetës tonë, në punë, në jetën familjare, në jetën shoqërore, në jetën brenda xhamatit, në jetën jashtë xhamatit. Kudo, na bëft shembull për të tjerët që të bëhemi sebeb që ata të udhëzohen në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit, në Islam. Dhe na largoft Allahu prej shembujve të këqij që mund të bëhemi, Zot na ruaj, shkak për largimin e dikujt prej Islamit.